Mirë shumë që kjo. Lori jam, rëgova në elektrikë të vëtë, s'ka mund me marë kush. Bravo të ko. E kemi një shans unik që me 28 dhjetor ta korrim një fitore edhe më të madhe se sa menon shkurt dhe ato obstruksionet, sabotimet dhe destruktivitetin që e kemi parë për gjatë këtij viti, kur njëherë thanë nuk e votojmë as raportin e komisionit për verifikimin e mandateve dhe thu se s'dojshim u bë deputet, mas ne i thanë se dojmë Albulenën, mas ne i thanë se dojmë votimin e fsheft, mas ne i thamë se dojmë Donikën, se dojmë Hegronin, se dojmë Arbrijen, se dojmë Dimolin e votun herën e dytë, mas ne i thanë se votojmë Albinin se kuj ka fajt për keqen a ka gjetë. E kure u zavendësovo në me Glaukun, thash që u po në zavendësi Glaukut për votojmë Glaukun kreministë, tha njës bëna Glauku. E po nëse qështu është puna, atëherë na duhet një fitore më e madhe në mënyrë që me njëherë në vitin ashëm ta konstituojmë shpejt kuvendin e legislaturës 10, edhe të qeverin. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik për të gjitha llojet e analizave dhe po ashtu çdo qytetar i Kosovës do ta ketë një kontroll të plot vjetor, një check-up. Do të thonë, me i bë të gjitha analizat një herë në vit. Një kontroll me u bë të gjithë qytetarëve në mënyrë që në njërin anë me pas një nivel të ri të mbikëqyrjes shëndetësore, por gjithashtu edhe një shans të madh për parandalimin e smundjeve. Se nëse secili prej neve i bën analizat edhe kontrollin e përgjithshëm një herë në vit, gjasat janë shumë dhaja që t'i parandalon smundje, plus e din gjendjen e përgjithshme të shëndetit publik të popullsisë.